Para se të bjerë zilja e pare e mëngjesit në shkollën Gjeladin Fishta, në bord gjendet tashmë një figurë e njohur për gjithë nxënësit. Është Velmir Kotri, oficeri i sigurisë, i cili çdo ditë nis me përkushtim. Të sigurohet që dita shkollore të rrjedh pas një incident dhe që çdo fëmijë të ndjetë i mbrojtur. Noa dhe herët para gjithë fëmijëve, vi përpara shkollës, monitoroj hymjet e shkollës, nxënës që vinë për klasa, monitoroj dhe banjët që mos ketë metën në një fëmijë, se aty ndodhin probleme tikat më të mëdha. Aty nisin dhe thënë se e kanë si cak, se aty mshehen edhe mund të bëjnë ndonjë lojë, ndonjë gjë. Ka problematika të vogla, por zgjidhen. Figura jeme, do të thonë kur i shoh edhe i këshilloj, ata na lojnë. Puna e oficerit të sigurisë është bërë pjesë e pandashme e jetës shkollore. Ajo është ura e lidhëse mes nxënësve, mësuesve dhe prindërve. E për këtë të fundit ka edhe një mesazh. Prindërit sidomos të bashkëpunojnë shumë me fëmijët e tyre, të komunikojnë njërin rrallë parë. Ata të japin mesazhin ty që ne kena drejt për punën tonë që i bëjmë edhe ne çdo gjë e bëjmë për mirën e fëmijëve. Në fund të ditës kur robori i boshatisët dhe zhurma shuhet, Velmir Kotri ndjen një lloj qetësie që vjen vetëm kur e di se çdo fëmijë ka dalë i sigurt nga dera e shkollës ku marrin dije rreth 500 nxënës. Në Shkodër aktualisht janë 13 oficerë sigurie, ku 4 prej tyre janë shtuar këtë fillim viti shkollor.